Djali Hazreti Omerit radiallahu anhu njëherë pas namazit sabah dhe kishte pa djalin e vet, kishra me flaj, sikur shumica neve që bëjmë. Dhe i kishte mshu shken, ngritu. Në kohën kur Allah i shpërndan riskun ti po m'flen o djali jema. Ngritu, kërkon riskun. Masa në kohë mi s'ka pun, s'ka bereqet. Në kohë mi ka hum bereqeti i punës, ka hum se nuk po jetojmë konform rrugës që na e ka mësu krijuesi. Është Allahu ai i cili e di krijesën e vet. Flan herët, zgjohesh herët. Normale që ti, nëse flan në orën 1 natës, ti s'mësh më qun 5 sabah. Ti s'mësh në orën 6 me dalë në çarshi edhe me qel çarshi. 4-5 orë gjumë ke bo. Ama nëse flan mas namazit yatsinës, që thash për shembull yatsin kur e kemi vllazën, yatsin e kemi ndihmën në orën 6. Haj 7, 8, 9. Sa të dush vak deri në ora 6. Sa të dush. Me flejt, mu që me fal namaz natës, me fal namaz sabat, kjo qep të fol, për shumicën prej leve është utopi, masal. Hoxha, po ka të zënë diçka që së në bëjmë as njënë. Jemi të fol, vllazën, për ato çfarë ne duhet të jemi në mënyrë që të kemi atë çfarë jemi duke e synu, të mirat e dunjas, edhe të ahiretit. S'ka me të dhanë Allahu të mira nëse ti nuk jeton ashtu nëse që Zoti yt ka urdhëruar me jetu, edhe pejgamberi yt Muhamedi alayhi salatu wasalam. Nëse jeton ti sipas diktatit të jashtëm të programeve televizive dhe sportive apo argëtuese të ndryshme, e kështu këtë programat, këtë program, ti s'mosh më qulla, ja ti s'mosh më zy. Ti s'un kemë shfryzu kohën ashtu siç Zoti yt ka kërkuar prej te. Prandaj innal insana lafi khusr, vërtet njeriu është në humbje. Ti s'un kemë shiju lezetin e fajrit, agut hershëm të mëngjesit për cilin Allahu bani bej wal fajr, pasha agun e hershëm të mëngjesit. Që pyetni ata të cilët kanë punu fusha, arat e tyne, kur janë zgju herët mas namazit sabahut, në ora 9-10 kanë orë në përshpijet e tyne, kanë kry punë. Ti kur që është për gjumi da në ora 10 që ka që gojën, si krokodil, ata i kanë kry punët. Ata kanë arë, e ty synë mëse që ka që dëbohën, sa të bret kocës e flokë, si ti riqit, ata kanë kry punë, lozë. Pandaj kanë qenë ma të shëndetshëm se ne. Pandaj kanë qenë njerëz cilët s'kan di çka është injeksioni, çka janë hapat. Kur s'ka pas ky popull ma tepër barnatore se këtë ditë? Kur s'kemi pas? Janë me qinda barnatoreve të qytetin e Prizrenit. Kur s'ka pas ilaçe ma shumë, po kur nuk ka pas ky popull të smut ma shumë. Se cili i smut, se cili me një qyshe, me gjithë të një metë. Si të qo me bismillah, hyp kerrit, rrin ka uq, digetronin kështu, tik, as kom si luj me ndru televizor. Kret një metet Allahit, o pe diqka, po më dhem shpina, krahi, koma, kryt, se jam rahat, se jam kështu. Kur gjos kanë pas pleq ta, ma kanë jetu konform mësimeve të krijuesit. Pandaj unë kanë, subhanallah, i këshyra ta pleq, gazmor kanë qenë, unë i kom rrin pleq, non sto ftyrat e busqeshme të tyne tu kesh, tu pas pa shërë muhabetin që e kanë pas në dëmet vetë. Tu mos këqyrë me i gjujt një tjetrit kunja. Kur kanë shku misafirlëk. Gjenerata pak ma të vjetra që jemi, i majmë mend neve kur shkëshim si fmi, me i bo zjaretet, familje. Na kapshim për dore, shkëshim gzimi madh, la, pa shkem më nejt. Që ta shkon dikush më nejt dikon? Nuk shkon. Ta që këqyrim sa atë ty, nuk qka ka arë, son të Championska Lige, kemi, jo në arë ta më nejt prishra ati. Sante e kom hyremin, sante e kom filon serialin, atë serial, këtë serial, zdo kërkush kërkont me e pa. Edhe që ka themi, jo së më duhet mu kërkush.